Kosovë. Territori i Kosovës për datën 15 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mod kryesisht të kthjellët me vranësirat e lehta kalimtare gjatë pasdites në disa qytete. Paraditja do të jetë me diell dhe mod të qetë, ndërsa në mbrëmje parashikohen kalime të vogla të vranësirave në zonat e izoluara. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 15 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 15 nëntor do të jetë në orën 6:20, ndërsa perëndimi në orën 16:20. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 5 deri në 15 gradë Celsius. Podujev 2 deri në 14 gradë Celsius. Skënderaj 3 deri në 15 gradë Celsius. Pej 7 deri në 16 gradë Celsius. Prishtinë 5 deri në 15 gradë Celsius. Gjakov 2 deri në 17 gradë Celsius. Malishev 6 deri në 15 gradë Celsius. Gjilan 5 deri në 15 gradë Celsius. Ferizaj 5 deri në 16 gradë Celsius. Kaçanik 7 deri në 17 gradë Celsius. Suhare 6 deri në 16 gradë Celsius. Prizren 7 deri në 17 gradë Celsius.